Dhe shqetësimet që kanë për provimet me zgjedhje. Ndjekim provimin e përgatitur nga kolegu im dhe kthehemi në studio. Cilat janë lëndët tuaja më të preferuara? Lëndët e mia të preferuara janë kimi, matematik, këto lëndët eksakte më shumë. Atëherë, që në 8 vjeçare kur në moshë më të vogël lëndë ime e preferuar ka qenë matematika dhe me kalimin e kohës, duke parë që të gjithë shqiptarët mësojnë anglishtën, anglishtja është bërë një lëndë e dytë e preferuar për mua. Cila është nota që jeni vlerësuar në lëndët fizik, kimi, anglisht dhe histori? Fizik 9, kimi, anglisht. Çfarë informacioni keni lidhur me testin që mund të vjerë në provimet me zgjedhje? Po kemi parë të mashë këto orientuese që kanë dalë për lëndët në zgjedhje dhe besoj se jemi mirë të informuar. Informacionet i kemi marrë në faqen zyrtare të mashit në internet, ku aty kemi marrë shpjegueset dhe kemi bashkuar shpjegueset gjithashtu me anë të kurseve të ndryshme jemi përgatitur për këtë lëndë. Keni pasur nevojë të shikoni testet e vitit të shkuar? Po, realisht përbërëm konsultime këto testet e viteve të kaluara, kështu që kemi parë. Po, të vëzhguarit të testeve të viteve të shkuara ka filluar që vitin e kaluar dhe duke përfunduar këtë proces në këtë vit. Çfarë informacioni keni për kombinimin e lëndëve me degën që ju do të vazhdoni? Realisht jemi shumë të informuar sepse është ardhmja jonë në dorë, kështu që unë personalisht lëndët që kam zgjedhur kam kombinuar shumë mirë me degën që dua. Unë do të shkoj në Angli dhe degët me zgjedhje që unë do t'jap janë për formalitet më shumë sepse atje jepen provime të tjera për të kapur shkollën që unë dua. Preferencat tuaja janë tek shkencat eksakte apo ato natyrore? Te shkencat eksakte më shumë. Shkencat natyrore. Ja nisesh në preferencë, nga emri i profesionit apo nga nevoja e tregut punës? Të dyja mund të them, po më shumë nga nevojat e tregut punës. Nga përfitimi personal, monetar. Ju kanë sqaruar mësuesit tuaj për koeficientët në mënyrë që të vlerësoheni maksimalisht? Po, kjo punë ka filluar që në janar, do të thënë që nga filluan me të dhënat që do të marrin për dëtimin për jetën tonë, kështu që jemi të mirë të informuar. Atëherë, sqarim për koeficientët ka nisur që kur ne mbaronim vitin e tretë, kur nuk ishim akoma maturant, dhe kjo periudhë ka vazhduar deri kur ne deri në janar kur ne u ndam dhe zgjodhëm lëndët tona me zgjedhje.